Në kuadër të 60 vjetorit të themelimit të bibliotekës Pjetër Budimat, ditës ndërkombëtare të librit dhe 460 vjetorit të lindjes së poetit të madh Pjetër Budi, u zhvillua një aktivitet përkujtimor pranë kësaj biblioteke, i moderuar nga gazetarja ma televizion Lindita Beqiri. Të pranishëm ishin drejtues të pushtetit vendor, themelues të kësaj biblioteke, shkrimtar, poetë të tjerë. Në fjalën e tij përshëndet sekretari i Bashkisë Mat Altin Bojni, tha se vëmendja ndaj institucioneve të librit do të jetë e vazhdueshme. Në këtë përvjetor kujtojmë edhe 460 vjetorin e lindjes së Pjetër Budit, një figurë e shuar e kulturës shqiptare që me veprën e tij dhe me zë dhe dignitet gjuhës son ai mbetet një simbol i përkushtimit ndaj dijes dhe identitetit kombëtar. Biblioteka që mban emrin e tij nuk është thjesht një institucion, ajo është një urë mes së kalurës dhe së ardhmes, një vend ku formohet mendjen dhe ku forcohen vlerat tona. Për 60 vite, ajo ka qenë një pikë referimi për çdo qytetar që ka kërkuar qetësi dhe zhvillim. Sot jetojmë në një kohë të shpejtë, ku teknologjia shpesh na largon nga libri, por pikërisht për këtë arsye roli i bibliotekës është më i rëndësishëm se kur. Ajo mbetet vendi ku njeriu ndalon, reflekton dhe rritet. Si kryetari i Bashkisë, dua t'ua theksoj se mbështetja për arsimin dhe kulturën do jetë gjithmonë një prioritet, sepse një komunitet që lexon është një komunitet që mendon qartë, vendos drejt dhe ndërton një të ardhmen më të sigurt. Një njohje të veçantë për të gjithë ato që ndër vite kanë dhënë kontributin e tyre për bibliotekën, punojës, autor dhe dashamirës të librit. Ne ta ruajmë dhe ta zhvillojmë këtë pasuri të vyer në respekt të veprës së Pjetër Budit dhe për të ardhmen e brezave që të vijnë. Përgjegjësia e bibliotekës Pjetër Budimat Fiqëret e Kurti solli në memorie drejtuesit të parë të këtij institucioni që hodhën gurët e themelit për modernizimin dhe ndërtimin e tij. Përgjegjës ndër vite, Gjilaver Kurti, Irie Meta, Husni Isneli, Shemsi Sula, Pisavgjil Bikonomiri, Mariana Pano, Higje Husneli, Marie Meceli, Laureta Doda, Julieta Morati dhe Fiqëret e Kurti. Punojës ndër vite që kanë punuar në bibliotekë janë Pandera Imini, Ali Husneli, Averta Goradardi, Anila Alhasa, Liliana Kolaveri, Shpresa Statasani, Vjoça Rizvani, Tefta Cani, Olti Qetozi. Ky institucion aktualisht funksionon për drejt agjencisë funksione të patrasëruese në inventari financiare drejt për drejt nga Bashkia Mat. Biblioteka e zhvillon inventarin në dy kate. Në katën e parë ndodhen 3 sallat që janë në fondin e bibliotekës dhe në katën e dytë janë sallat për lexuesit në përgjithësi. Me 2 qershor 2025, godina e rikonstruuar nga Vizion OEF në bashkëpunim me Bashkinë Mat, dhe sa përmes projektit të Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit është mësuar mobilimi plot me raste librash, tavolina pune dhe të informimi duke krijuar një ambient bashkëror. Së fundi i bibliotekës është shtuar dhe një strukturë e re, biblioteka lëvizëse, që funksion me një anëtomjet transportit të përhapur për mbajtje dhe ekspozim të librave. Kjo strukturë e bibliotekës është një urë që ditë libri me komunitetin. Ajo i jep mundësi fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve në çdo njësi administrative të kenë akses në libra, dije dhe aktivitete kulturore. Ky investim, si libri më pa njerëzve nxit dashurinë për leximin dhe forcon jetën kulturore të komunitetit. E pranishme në këtë 60 vjetor ishte edhe drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare Majlinda Toçi, e cila deklaroi mbështetjen e saj në pasurimin e Bibliotekës së Matit me libra. Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë do të jetë gjithmonë me vëmendjen për të shfrytzuar të gjitha mundësitë për të pasuruar her pas here fondin e Bibliotekës Publike Pjetër Budi, me botime të hershme, me vlera historike, por edhe me botime bashkëkohore, në mënyrë që kjo vatër e rëndësishme kulture të vijojë të jetë gjithnjë e më pranë lexuesit, por mbi të gjitha brezit të rinj. Uroj që Biblioteka Pjetër Budi vazhdoj të rritet, të pasurohet dhe të mbetet gjithmonë një derë e hapur për dijen, sidomos për të rinjt, të cilët janë edhe e ardhmja jonë. Aktivitetin e përshëndeten edhe drejtues ndër vite të bibliotekës. Biblioteka Pjetër Budi e Burrelit e nisi aktivitetin e saj përmes brigadave kulturore për grumbullimin e librave, përmes durimit nga intelektual mafjan dhe jo vetëm, sepse fondet financiare mungonin, por dhe libri botuar ishte i rrallë. Aksioni për grumbullimin e librit nisi qysh në vitin 62, por me intensitet të programuar, ajo zhvillua në verën e vitit 1964, por në ndrejtimin e Gjilaver Kurtit, u bëhe mundur grumbullimin i mëse 350 kopje ekzemplarë librash me autore tituj të ndryshëm. Falë dokumentacionit që ai ka ruajtur,
u bë shkak edhe ky lloj festivi, pra aty janë ekspozuar disa akte të marrjes së punës në dorëzim, por edhe një akt, një analizë punës se si bëhen në vitet 60. Mes shumë dokumenteve të ndryshme ka të dhëna edhe për institucione të tjera, të cilat shpresoj që do të na bashkojnë përsëri, falë edhe kujdesit kryetarit. Në muajin nëntor, muzeu përkujton 55 vjetorin e krijimit zyrtar, pra është 1971, dhe në 86-ën është 40 vjetori i godinës së re. Që më të tepër lidhin popullit. Aty që e bën arti dhe dia, nuk e bën politika. E bën arti, dia, ajo e bën këngëtarët, njerëzit me mendje. Politika është hajde sot e nesër. Arti mbetet ashtu siç kanë mbetur këngëtarët tona të famshme, Feride Kurti, Vera Ballabani, e shumë të tjerë që s'po janë një vajzë në Saranda, që gjithmonë them jam mafian. Jam pra jush në çfarë do lloj momenti. Jam një mafian i 24 karat. Unë jam munduar që të ndërtoj këto punë në bibliotekën e shtetit Burrel dhe të bëj këto furnizime me libra dhe abonimet e shtypit periodik dhe tjerë. Domethënë, ka filluar puna me lexuesit, me kartela të rregullta, me inventar të librave, me ndarje të klasifikimit të degëve të shkencës dhe tjera. Domethënë, kaq kam bërë unë dhe pastaj unë kam kaluar mësues në shkollën 31 Korriku. Më pas ishte radha e poetëve të cilët interpretuan krijimet të tyre për Matin edhe Pjetër Budin. Pra t'ja për kontribut për shkollat, t'ja për kontribut për edukimin, t'ja për kontribut për bibliotekat, është fat i madh. Është fat i madh edhe kur gjen njerëz që duan të punojnë, kështu që faleminderit juve si staf, faleminderit edhe bashkisë, që kanë gjithmonë gatishmërinë për kap këto gjëra që janë aty drejt për njerëzit, edhe sidomos dëshira ime më e madhe është janë aty drejt për rinin. Një qytet që ka bibliotekë, ka pasuri. Ka shansin që të shkoj të dhia, ka shansin që të shkoj të filozofia, ka shansin që të shkoj të ndryshimi i rrjedhës së vetë dhe të kahinës së dyti. Luma jo shtëpi që ka bibliotekë. Është shtëpia më e bukur, jo si histori, si shans për shkuar të dhia. Një kuasish falenderoj dhe Lulieta Murati, që si që themi në mësoni një Krashka Tirana, si që themi. Nuk më mbajti do të vendlindja, që të rria s'qesh i Zoti. Gjithnjë them se je e imja, për ty syrin ma lak loti. Nuk mund ta njohësh këtë qytet nëse nuk e lexon natën me gishtrit që ju janë sosmollzat. Nëse nuk e ndan hijen tënde nga hija e pemëve të ti. Sy i augut, zëmër krisma, bardon frym për mbi ty. Nata soset, lëshon klithma, dehen zogjt të rinë në sy. Dehen zogjt dhe këngëzohen, jam nuk jam as vetë se di. Një tembull drite 60 vjet më parë, me emrin e butit madhështor, Biblioteka e Matit, kurore me ndimit letrar, ndrit si një diell pranveror. Mos e pret një gurin me shpërfillje dhe trishtim, dhe shpikos ton, guri është njeriu, se dhe me i fort i dridhet për një ndjenje, edhe një gur ka shpirt. Si shamën në varfëri, në çdo faqe, në çdo flet, aron bie, aron mjet. Në çdo shkronjë, në çdo fjalë, aron veti, valë. Ky diell s'pengroh maqenjen teme, akull i ftohtë më sillet energji, një vaj i thellë për blum kujtime, dhe pres bilbilin ku unë meni. Lotët kanë tha, lisin e mocën, ku lej vapa për me bahi. Në fund u shpërndan certifikata mirënjohje për drejtuesit të parë të bibliotekës Pjetër Budi Mat.